Tanket izraelite kryen një tjetër mësymje nga toka në rripin e Gazës natën e kaluar. Mjetet e rënda të blinduara të ushtrisë izraelite hynë për të parën herë deri në qendër të qytetit Gazës, ku goditën disa objektivat Hamasit. Trupat mbrojtëse të Izraelit thanë se gjatë këtij operacioni u ekzekutua Shadi Barud, zëvendës kreu inteligjencës së Hamasit. Njësia e tankeve u kthye pas një dëmtim. Kjo është hera e dytë brenda 24 orëve që tanket izraelite kryen sulmet kufizuara nga toka në rripin e Gazës, të ndihmuar edhe nga avionët ushtarak. Kryeministri Benjamin Netanyahu tha se sulmet e kufizuara janë hapa që i paraprin ofensivës së madhe hakmarrëse toksore, për të cilën ushtria izraelite është në pritje të urdhrit. Ndërkaq Hamas ka paralajmëruar se nuk do të lirojë më shumë se 200 pengjet që mori më 7 tetor gjatë sulmit në jug të Izraelit, nëse nuk arrihet një marrëveshje armëpushimi me Izraelin. Në një intervistë për median britanike BBC, zëvendës ministri i jashtëm i Hamasit Ghazi Hamad refuzoi pyetjen se si e justifikonte vrasjen e të pafajshmëve nga militantët e këtij grupimi gjatë sulmit në Izrael dhe e la atë përgjysmë. Numri i viktimave në rripin e Gazës ka arritur në mbi 7.000 në 3 javë sulme izraelite, ndërsa Kombet e Bashkuara paralajmërojnë se të gjitha depozitat e naftës janë drejt fundit dhe pritet që asnjë spital të mos ketë më energji elektrike, duke thelluar kështu katastrofën humanitare.